positivo y eso es la verdad. Así quédate conmigo, mami, tus problemas ya se van, porque vengo con alegría, siempre con felicidad. Y cuando te sientes, bueno, mira, mami, no te preocupes, aunque la vida va a cambiar. A pesar de todos los cambios, yo seguiré siempre igual. Y pase lo que pase, tú sabes bien que nuestro amor lo voy a cuidar. Cuéntame si te enojas, mami, o si te sientes mal. Cuéntame si te quieres algo y te voy a dar. Claro, no es un secreto, que te prometo que todo va a estar bien. Për 6 euro keni peshkë. Kurse ju keni YouTube falas YouTube. Video direct. Aty mos ta ne ska, vetëm kjo kishte si ajo. Po provojmë gjëra detit të çuditshme. O zoti ma une me këtë çantën tu e marr pesën. Edhe tashi provuam oyster, tashi do provojmë një zamzambum, dëgjoj se pas ka emrin, edhe kushton ka 1 euro copa, po ka shumë zhurmë edhe drita nuk është shumë e mirë. Këtu po thash po ua tregoj, shifani. Është plot, është pak a shumë si la Boqueria në Barcelonë, është Mercadoja i Sevilla, i kësaj, i Malagas, se tashi nisemi për Sevilla. Cheers. Sa po hikim trenit, po hikim për Sevilla. Shtrahurën që sotin, që shumë dëshiroj. iPad-i këtu, dhe po i ditoj fikit dhe që i këtë do keni parë. Trenit kërë e të kamion tok, jo se në Gjermani që gjithë trenat e të si përqyte. Do shta do jetë vetëm për qytet. Dhe përveç asaj, pas ka një zhurën, o së të bërëshme. Otro lugar, nunca pensé que me llegara a pasar. Yo solo sabía de buenos amores, a mí me enseñaron buenos valores. Vulnerable andaba buscando raíces, lo que encontré fueron heridas, cicatrices. Creer en ti fue un gran error. Endulzaste con tu teatro traidor. Ahora soy dueña de mis amores. No voy a perder la vida entera en tus temores. Hoy me levanto con mi alegría y te devuelvo todo el... Mirë se erdhët në Sevilla YouTube-i. Ne sa po erdhëm, vajtëm tek hoteli, lam çantat edhe u ndorruam sepse Sevilla është qyteti më i nxehtë i të gjithë Europës. Edhe sot duket sikur zjen si qytet, nuk e di pse është kaq i nxehtë. Edhe është ora 8:20, dielli e shikoni. Dielli. Po, dielli diellëron. Portokallet aty pat pemët plot, vibe plot me njerëz. Shikoni sa shumë kanë portokallet, unë kam bërë një budallik, o zoti mat sa i natë më bjen. Sepse nuk ka bura të rezervimi këtë, si qëte? Alcazar. Royal Alcazar. Nështë nuk do a shohim do. Ne do të shohemi nesër në orën 6 edhe do ikim do mbajmë radhën për biletat. Imagjinoni, do të torturohemi nesër dhe do zoti ka bileta, sepse janë të gjitha sold out. Edhe u mërzita shumë, sepse me gjitha më thanë njerëzit bëhe. Unë sa i natë më bje me veten. është një plan i dytë, që do të më shku nesër që herët atje. Që në 6, imagjinoni. Edhe e hape në orën 9. Nuk e di, sa i natë më bje me veten. Pa fund. Okej, mund t'i blija edhe 30 euro personi, po ishin sold out gjithë ndej, çdo kujt, çdo gjë.
Kurse tash po shkojmë në Piazza Spagna. Po shkoj ta shohim. Po, sepse thonë që është shumë e bukur. Dhe përveç se nesh, pas ka qenë plani të të gjitha. Sevilla, muajin që kishte më shumë turist, ishte maj, fillimi i prillit, marsi, tetor, nëntor, sepse në verë këtu vete 45 gradë është e zakonshme. Po dhe nuk e frekuentoj shumë turistët, kjo është arsimit që... Digjesh me 45 gradë, sidomos ne që vim nga vendet e ftohta, ne me kaq po digjemi. Na mësohet lëkura, të gjithë ti shofësh janë liruar, të bardhë, janë skuqur, nuk e keni ide, sidomos anglez, gjerman, gjithë këto kështu. Përveç asaj, Sevilla, sa kishte të famshme Sevilla? Sevilla ka pas portin dhe bënte si tip çdo ganimin e çdo gjëje që vinte nga bota e re që ishte Amerika asaj kohe dhe ka qenë një nga qytetet më të pasurat e Europës, por mos të thënë më i pasuri. Ka qenë një qytet që ka qenë gati 500 vjet në regjimin islamik, ka qenë në Maur, e kishe emrin ato? Po, i gjë tjetër ishte. Po, 500 vjet në regjimin e saj dhe është vetëm qytet në Europë që ka një ndërthurje të arkitekturës islamike dhe të arkitekturës europiane në perfeksion, thuhet. Edhe është mirëmbajtur në gjendjen e tij shumë të mirë. Edhe këtë doja ta shifja dihet nesër te pallati, por po shohim çfarë kemi. Do çojmë nesër në orën 6 do shkojmë edhe ta shohim çfarë mund të kemi ide. Edhe tani po dalim në Piazza Spagna, burri nuk bën googlime, që kështu se ka idem fare se si duket. Po tjetër çka kishte Sevilla? Sevilla kishte? Çka kishte shpikur, çka kërcimi? Këtë si quhet, ku jena Jarova? Flamingo quhet zogu apo kërcimi? Shumë ishte ndërë. Shive mund bësh foto me ato. Më këpyt. Shive. Shumë i bukur shive. Shive një Piazza Spagna. Fue en otra vida, otro lugar. Nunca pensé que me llegara a pasar. Yo solo sabía de buenos amores. A mí me enseñaron buenos valores. Piazza Spagna që ka një mrekulli është për sotin. një nga pjacat më të bukur që kam parë ndonjëherë, vërtet shumë, që ka shumë kolosale, shumë e bukur. Shikoni, është në formë rrethore, edhe është e gjitha me këto plakat që janë ngjyra. Do më thani, ideja është që janë të bardha Qa punimi kam me bo blu, e të mendosh që janë gjitha me dorë. Punim kolosal për zonë, e çuditshme është. Hajde këti ta beja goca foton. Ha dalë edhe me foto me ato. Edhe s'do foto me ty e me mua, do foto vetëm për çik në vetë. Edhe, shifen, me hardhuca, me gjera dekorimet e Shesa të bukur. Mahnice, ta mendosh në atë kohë, shiko edhe atë botin aty e kanë bërë. Në atë kohë i kam bërë, të shisi për mu. Shifen, tamam në atë kohë i kanë bërë. Piazza Spagna është falas për të hyrë. Unë në përgjithësi online kam pa që kanë edhe kërcime live, po më duket se janë paradite. Mbas dite nuk ka. Edhe po thoja, se u zora me Andin, që Piazza Spagna është shumë e bukur. Më saktë, Andi bëri gabime, si gjithmonë. Vetëm Andi bën gabime në këtë shtëpi. Nuk shiko sa të bukura ato portretet. Po gjithë edhe ne kështu ishte. Si pa shumë Edhe portret. të qytetet, emrat e qyteteve që ka vënë këto poshtë. Po, të zonave. Zona. Leon. Po Leon? Nuk është si... Atë në Shumë e bukur. Perfekte për zotin. Qa bukurish, qa punimesh. Mrekulli. Aquel día desperté con la mente bien clara. Sa prej jush zjeni me burrat kur ikni në udhëtim për fotot? Do ju tregoj... Kur i bëj foto, kur i bëj foto. S'mi pe e buri që këto flokët, po më së që pa. Më kanë aqë ripat e sutinave mbrapa. Po foto, s'mi pe që këto ripat e sutinave, po se pash. Po qa peti? Po fustanin s'to që do të lue pak më këshu,
Po zot na rroj, po edhe më pas vazhdon, po viqe më gru mirë. Edhe më e bukur. Qa pa e kam unë? Edhe më e bukur apo prit. Po martoj një çift edhe bënte fotot. Ishte shumë vigjilant për gjërat që thoshte ai fotografi aty. Më ishte çfarë më ishte bërë foto dhe ishte. Edhe ky i bezdiste fotoja. Ndoshta mua, lëviz sa ne thash mos po më thoshte mua për foto. Ai ka më. Shiveni. Atë pra se, përveç asaj ishte interesuar për një zog që fluturonte shtrembën, pana i korse bari aty, pana i... Ako thonë njësë, unë ka marrë për pushime. Po pësere, unë ka marrë në punë. Ti të në punë, unë kërë. Burra të dashur, me gjithë gratë në qoftë se jeni bashkë. Me pushime nuk do më thënë që mos bëni foto, është e përfshirë. Më kratë bisedu, unë kratë du mos me i bo pik foto. Kjo është Radan. Dua ta memorizoj budallikun tim në kamerë, që ta kem parasysh në çdo udhtim të mundshëm. Shifi sa e. Shif. Ma thash atje, nis atje. Si ka tempo plendi? Kur s'kem më, ke. Kam. O, zoti ma, edhe ajo që shet bileta hapet në orën 9:30 edhe ora 7. Dhe shkusa njët ka në radhë. Edhe merë me mënë. Po, imaginoni. Budalliku im është shumë trashanik dhe shumë i madh. Sa më ka një portative. Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs, hiding all my roads to you? And if I fight, will I come to light? Siguruam. Mi presoj t'ja vlej, sepse jam çuar në orën 5. Edhe Duhet t'ja vlej. po, jam çuar në 5. Si kishim bërë rezervimet edhe ju a kemi shpjegu pak edhe i shkumi vlen në Po e dini, po. E dini historinë se çfarë Po, folëm. kena qenë aty në orën 7:12, e sa kemi marru punë. 6:12 apo 7:12? 7:12. Është ora 11:10. Edhe tash i mbaruam punë. E shihmo, kemi ne Por- orë gjysmë. Por u kënaqëm, kemi folur me një çift britanik. O, zoti masa jam Unë kënaqur. më shumë kam pa dhe kam gjuh. O sa jam kënaqur me ata, ishin shumë persona të lexuar. Edhe kemi diskutuar për libra, se dalë kështu sikur edhe unë jam person i lexuar, se kam diskutuar për libra, për gjëra. A do unë shumë Ta bëjmë një video këtë tipin. Edhe shumë bukur. Qa bukur më, shumë u kënaqa. Po, në vërtet. Se mu mor mendja, shikoni, katedralja, çdo gjë, është Sevillë që nga tjetër nivel. Burri im ka gjetë njerin aty dhe do t'jeti lekë. Morena, esa morena linda, se vuelve loca cuando alguien la invita a bailar. Ay, mi morena. Ya la va. Ky Alcazar bën mirë të vlej dhe të jetë yll i bukur mbreslënës, deri tash duket që arkitektura e bukur anë. Duket, nuk e di, duket prrallor, por unë dhe Andi më duket sikur e kemi ndërtuar këtë sot, sikur kemi kontribuar në vendosjen e një tulle këtu brenda. Aq shumë kemi pritëm edhe tash gjysore për të hyrë, edhe tash jemi më në fund. 4 orë për ty për të pa këtë. Që kështu shpresoj Sa pa t'ja më vle. 15 euro. 15 euro gjys. 15 euro e gjys, 4 orë kena prit. Që që ky Ky bën mirë që të vlej. Alcazari duhet vlej, po s'vlej ti flakën sot. O ne, o... One. Por që Shaka tash se po gjenej fjalë të po na... na fusin brenda, se ke disa siguri kishte për me hy, kontroll pasaporte, kontroll Tiketa të security, pasaport, po, edhe kur ty shke hyre, gjithmonë do t'jetë pasaporta me vete. ose një kartë identiteti e Bashkimit Evropian. Në qoftë se si e Bashkimit Evropian, duhet pasaport. Po? Po. Që kështu siguroni sepse edhe po i blet tiketat online, në qoftë se nuk Shumë vini keni pasaportën me vete gjithmonë ta Po. keni, dhe kur hyni dhe kur bleni biletën.
sepse ata miqt tanë në UK, mund t'i shojmë miqt tash. Edhe ata i kishin pasaportën me vete. Edhe kishin njësoj si tonë. Tani prishin e radhë që vulloshin jashtë Bashkimit Evropian. Se janë të rëndësishëm. Ne kemi marrë Ne kemi marrë edhe AirPods-at sepse donim që ta dëgjonim guidën, pa i bezdisur të tjerët si Tal Kazari i Malagës që i bën të lemsh. Edhe që ashtu moshë. Që kështu nisim turin dhe kështu duket. Sot është aq shumë vap sa ju se keni ide. Ne jemi me të shkurtra dhe kemi vap. Sa keni parë për videove, po më lejoni që t'ju them edhe me audio guide që është kjo edhe me kufje, është si magjike se ka dhe ato muzikat, ato gjërat, nuk e di. Do isha ndjerë me vërtet shumë keq po mos ta kisha parë, ja vleti deri tani ato 4-5 orë. Shumë bukur. Qa ka ndërtuar më sa i miksuar është stili islamik me stilin katolik, me ndërtimet europiane, do të thënë ka krijuar një lloj balance perfekte. Është një nga më të veçantët që ne kemi parë. Mrekulli. Çfarë të themi më? Tu ka pas pi kafe në rritë si. Shumë si ata. Si kadosh. Shumë si ata. Mbaron për jo. Ka më, shife? Se Sevilla është një vend që duhet të vini një herë në jetë. Është me vërtet shumë i bukur. Vetëm llogarisni që pallati do ju doj gati gjysmë dite, edhe 3 ditë nuk janë mjaftueshëm për këtë qytet. Do ju duhet një javë. Një javë mendoj se këtu do ishte perfekt. Sepse ka shumë atraksione për më pa. Po, edhe ka mos pallati shumë lëshuara 2 gjysmë dhe kemi gjithë ditë që vetë shumë vetëm 2. Po. Edhe mbi të gjitha ka shumë njerëz, ka shumë radhë, ka shumë turist. Kot nuk thonë është zemra e Spanjës, thonë djepi kulturës. Shikoni, kopësht. Sa më trembi. Thoj ti sigura është ka 10. E shkoni sa bukur, përveç trembjes time. Është me vërtet perfekte. Pas 9 orësh plot, në ora 6 deri në orën 3, e mbaruam ciklin aty ku e nisëm. Kjo është për t'ju thënë juve, rezervoni tiket, shikojni hapjeni sy të mirë para se të udhtoni dhe mos bëni këtë që bëra unë. Prandaj duhet shikoni videon në YouTube që t'ju japim një perspektivë dhe të gjërave që duhet të bëni. Sepse me vërtet ishte super e lodhshme. Faktikisht ne kaluam shumë mirë se njohëm ata 2 persona dhe kam bërë muhabet italisht dhe anglisht në këtë udhtim. Që në 7 deri në 11. Që në 6 që u quam kam lam. Okej, s'ka them rrugën, se rrugën po. Bëm edhe 2 kilometra rrugë, se kemi 2 kilometra larg hoteli. Gjysore rrugë. Më kapi dhe nervi fshatik tash, shumë e lodhur. Por Sevilla që ka, nuk e di, she has my heart. Ajo ka zemrën time Sevilla, pik muhabetit. E mori. Por për të jetuar ka shumë turist. Ka shumë turist sa ju nuk e keni iden. Shikoni. Edhe në Romë kur kam qenë, s'ka qenë kaq e populluar sa që Sevilla sot. Këtu është katedralja gotike më e madhe në botë. Mendoja se ishte domi i Kölnit, por që nga kjo. Edhe me këto detajet gotike. Shumë e bukur dhe shumë e madhe me thënë të drejtën. Po gja shumë, për të hyrë brenda, kjo është rada. Vazhdo mandeja.
Ju thash, radhë për çdo gjë. 4 ditë të duhet vetëm të merresh vesh me radhët. Apo jo ande. 4 ditë duhet të koordinohesh vetëm me radhët që duhet të mbash për të parë të gjitha. Në që është më vërtet. Ka shumë turista është. Është më popullume, se Sevilla herë është. Që ka shumë punë. Malaga ishte kështu. Jo, ishte kështu like easy going, kurse kjo që nga super punë. Dhe një njeri që jam rritur me telenovela, nuk e di pse Sevilla më jap ka idenë e Meksikës. Edhe ëndra ime është vetë në Meksik, se edhe pastaj të iki në Cancun, ku iknin ato që ishin të pasura në për telenovela. E mbani mend te Maj Teresa, o zoti i madh, më duket sikur një pjesë e fëmijërisë time është me telenovela. Shumë e çuditshme. Edhe sot, tash po dëgjoni me atë këngën, oj, tengo ganas de ti, oj, tengo ganas, dhe mora motrën në telefon, të reguja që kanë të si e bëm karaoke. E bëm karaoke në aty live, të gëndu aty me atë botin, ajo në kamera unë aty edhe këndoni, mos sa u knaqë, më pushon si me lotër, kamer malli për motrën. Edhe në Meksik dua t'iki me rehan, jo me këtë, se kësë mervesh. Aman, ikë edhe më zëpo një javë pushim. Meksik nuk iket një javë, se është 10 orë udhëtim me avion. 2 muaj. Po, të shofim atje të gjitha. O, Mexico City. Shumë qef kam, por edhe Sevilla është shumë e bukur. Shikoni sa magjike, sepse nuk duket shumë nga drita, por po ta fokusoj, katedralja është bërë nuk di si ta përshkruaj, do ua tregoj tashi edhe e kuptoni vetë juve nga pam. Dile que yo la extraño, dile que yo la amo, dile que aquí la espero, aunque pasen los años. Que siempre me habla bonito, pero ya no. Tregoj që kësi dola, ma i vendi. Hajde më mbaj e re, se nuk shoh. Jo, nga ky vendi që isha ullur tash që përshkon në koncertin. Me dure me kom, ishte një hekër kështu që supozohet ta kalosh shu, e ke parasysh? Shifon kush është gruaja atje shtëri? Gruaja ime të bozi Spider-Man, të është për tokë, kështu të gjithë për tokë, edhe çka ke më shpirë. Edhe burri im, si qëto është e gjyshi vetë, e ka i damar nga dipra, se hecën 7 metra para dhe unë brapa. Jo, unë i thashë për qojmi 7 herë, pastaj unë të qova pak edhe gruaja erë mrapa kështu komadoras. Po që mrapa që shojmi pak, ti ishëm fut shkallë dhe unë shëpime. Ja, për zotin ja. Jo se kam në një me dipranët, mos më mërë në për terës në gjithë juve. Po është kjo shpreja, kur kam qenë call center, gjitha gocat të është që qura që anë dipra e cim para, gocat e cim brapa, tani nuk e disa është e vërtet. Edhe Andi ka një gjysëm damari, diskutohet dhe që nuk është i vërtetuar. Ka e si në tru, këtë gjysëm e damari. Sa e but. Ashtë për fmi që mos vritë. A të rrëdhe unë këtu? Edhe shikon. Si e sot ti komadoras. Shikoni sa perden. O, miko, mjëllën perden. Kush ishte? Po gjë më 2 njerëz aty në shtëpi. Ua mu duk si ku më morë mend sepse është kjo kështu. Tash më ra kamera. Për zotin e Margarita ishte shumë e fortë.
Mos e merrni se shisim janë skuqur faqet. Pronotova edhe një tur nesër, po, në këmp, sepse kemi parë shumë pak nga Sevilla. Kemi pa, po me thonë drejtën, qa kena googullu kështu në internet. Sa kuma nuk i dim se si që është tek, po besë nesër me kujt kemi një 2 orë dhe shohim ato pika që ka Sevilla të mirë, edhe pse ne kemi pa goxhas, kemi shumë rrugisa kemi bo. Sevilla është shumë më e madhe se Malaga. Edhe shumë e madhe se sa mendoni ju. Shumë rrugë. Shumë. Edhe ka më shumë atraksione për tu pa. Ka të mërësish më shumë. Edhe shumë njerëz. Po normale është. Po sa njerëz. Kur nuk mendoja, do të thënë, unë duket që kam ardhur kështu kot. S'kam bërë asnjë Google-in me sa duket. Ne sa do me të ndërë, se kam prit kaj shumë turista, nuk e kam në kur që Sevilla më të kaj shumë turista, po ka të mërësi shumë. Jam mërzitur me Andrin edhe i them që nuk i planifikoj me udhëtimet, sepse e thot, unë kam ikur me pushime dhe prej që t'ja bëj një njeri tjetër kujtën. Se kam pita shi unë. Të shi fol goja grus. Unë i them grus. Thot Andi, thot, sepse lu dhe mund qore më qusë. Në 6:30. Jam qu se tha gruja, tha Andi, tha kam qef shumë ta shokat, Ti u kënaqe që ke? Tash qojmi, tash shkojmë me buritat për dore. Prit se mu pi dora njëre se shkoni si jeni. Se... Ama sa me i bi kamera, jeni shumë mirë, për që fërë. Se mbastaj më ra pikam. Atero kam për flokësh për muzë, dhe ti e patë e faj se do e të flisi më shumë. Që shumë, ja dhe pamja që është këtej, nuk duket shumë sepse është natë. Dhe shumë bukur. Beni Sevillën, udhtoni dhe në Sevilla se do ju përqej. Kështu duket shumë i bukur, shikoni, edhe lart me këtë pjesën. Ishte shumë i rehatshëm dhe ne sot bëm një walking tour, kemi bërë një tour me të ecur. Kjo ishte free walking tour, domethënë ti jepshe sa lekë të doje. Kështu thonë ato po. Por thonë që, domethënë, ti du t'i lesh bakshish dhe jo t'i japësh lekë, se kështu e quajnë tip. Por, në gjegja aty nuk të lej që t'i kësh falas, edhe pse kishin aty njerëz që sot ikën nga walking tour falas. Ata vjen kështu si falas, duhet pagosh një... Duhet t'i lesh bakshish, edhe e vendos vetë se sa. 10 euro. 15 euro. Por shumë ca njerëzve me sa unë pash linin 15 euro dhe ne 15 euro se cili lam. Unë ku vetëm kështu. 15 euro se cili lam. Ishte shumë interesante. Deri tash i kishim parë, po se dini qa kishim parë. Po dhe është duhet më u bok edhe ne pse nëse nga bokur. Po, që tash e tutje unë si kima në asë një udhëtim pa bërë walking tour, sepse... Po shumë... Ja thjesht thosha që shef edhe nuk është se po pa në gjokë, që mirë është me bokër për walking tour. Edhe gjithë e boshin fillim sa vishë. Kurse ne, vetëm ne të dy ishim ditën e fundit, të gjithë e kishim ditën e parë. Po, gjitha ato që ata na treguan ne kishim parë, po se qa kishim parë nuk e dinim me thënë të drejtën. Dhe sa vjetra, po si që është? Që qa stili, ca kështu, se shumë për tyre këtu në Sevilla duken të vjetra, por ai personi që ajo goca që ne na bënte turin që dukej pak a shumë si Mary Poppin, kishte studiuar filozofi dhe thoshte, siç thoshte një filozof i madh francez ta, kur mos i bëso syrit, sepse ai shumë se në rasteve të gënjen.
Edhe kjo ndodhte edhe në Sevilla, sepse disa nga ndërtesat përveç katedrales në avenuën kryesor, në shitetoren kryesore, ishin të reja, ishin të shekullit të 20 dhe ishin bërë për një ekspedicion që do bëhej për latine ekspedicione kishte emrin, se më mund shumë mirë. Edhe ishin ndërtuar të reja për t'i treguar botës sa të rëndësishëm ishte Sevilla. Tregonte jetën që kishte pasur Sevilla, se sa e pasur kishte qenë kur ishte porti çdo ganimit të madhrave me Kristofor Kolombin, tregonte për varrin e Kristofor Kolombit që ndodhet në katedrale, por në realitet vetëm gishti i tij ndodhet aty, sepse trupi i tij ai gjithë jetën pas dashje të varrosej në San Domenicano, kishte vdekur në Sevilla, i kishte ardhur në një manastir, ka manastire kishin qenë në San Domenicano, i kishin varrosur, kur Sevilla humbi luftën me San Domenicano, e kishin hequr që aty e kishin çuar Kuba, domethënë vetëm dorën i kishin hequr një pjesë për të thënë simbolike, nga Kuba ja kishin marrë, kur humbi luftën edhe me Kubën, e sollën në Spanjë. Shkredi zot. Që jetë. Qa vdekje? Që zbulosh në çdo vit. Po, ishte edhe njeri që e zbulonin varrin çdo vit. Federico, mbreti. Sepse Monetti, një nga piktorët më famshëm francez, nëse e them dhe e mbaj më të mirë, kishte dashur që t'i bënte një portret, edhe çfarë të bënte, se s'kishte portret aty, sa t'ja hap varrin, dhe ja bëri portretin mumjes. Me shumë fantazi, me shumë. Sepse pas ai vetë kishte portret. Po. Edhe ai është portreti kryesor i tij, edhe është vendosur në gjithë qytetin e Seviljes. Histori interesante se si njerëzit asaj kohe një ide kishte njeri vini të dëm brapa me butallikun e tij të çuditshëm. Tregonte për ciganët. Po, tregonte për ciganët, për cingari që kishin shpikur flamengon, edhe këto të kuqet ishin një qëllim, nuk ishin kot që ato i mbanin. I mbanin sepse punonin tek fabrika e cigares dhe bënin cigareta dhe për kësaj termi vjen termi cigane këtu në këtë pjesë të zonës, edhe pse ato cingari janë. E mbanin këtë kuqen të kësaj sepse largonin mushkonjat kur punonin në duhan. Mushkonjat kishin veti të shkonin tek e kuqja dhe jo te trupi i tyre. Kishin shpikur modën. Domethënë nuk kënaqem njerëz zakonisht shumë në këtë walking tour guide. Ishte shumë e bukur, ajo zonja ishte shumë e zonja. Na shpjegonte për ndikimin e fenishve, për ndikimin e islamit, për ndikimin e sepse që kisha kryesore kishte qenë xhami fillim edhe ishin në kish. Po. Që kishin ndërruar edhe pjesën se si hynin, sepse më para ai kishte hyrjen me një kopësh para ku njerëzit mund të laheshin për të bërë lutje. Po, kisha kryesore? Po, katedralja kryesore, të tërë besoj se e din katedralja më e madhe në sipërfaqe gotike në botë, ka qenë xhami më para. Jo, ishte e treta në botë edhe e para në Europë? E treta për rëndësi. Ishte në Brazil? Jo, e treta për rëndësi në botë, si katedrale. Po, e para ishte po, Vatikani. Në Brazil e treta është kjo. Por është e para gotike më e madhe në botë, street gotik. Ikëm se do na vi Bolti, të dalim jashtë, ikim ta marrim se sot do ikim në Do vim. Do ikim në Shqipëri, ikim në Gjermani. Sa bukur paska që ke pjesa. Jo më një tash se han shumë vapse, është 31 gradë, nuk po duroj dot me jam gati të ikit të më ngërin kockat nga dimri. Ikim tash. Kena marrë energji dhe kthehemi. Po. Që kështu edhe unë më shumë mundësi do e mbyll flokun, ne takohemi tash në përditshmërinë tonë, në jetën tonë të zakonshme, edhe të nisem sepse me kemi kapur këtë Boltin dhe me humb na u fik loja.